Para orës 16 filluan të mblidhen në selin e partisë. Antarët e kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës pas ditën e së hënës patën një takim. E ndër temat e diskutimit ishte edhe kërkesa e kryetarit të Nismas Social-Demokrate, Fatmir Limajt, për pjesëmarrje në listën zgjedhore të PDK-s. Një pjesë e antarëve refuzuan të flisnin për media rreth qëndrimeve të tyre për bashkëpunim me Limajn, por kishte prej tyre që pritnin vendimin e kryesisë. Për gjitha qëndrimet të PDK-s do të dëgjohemi pas takimit kryesisë. Ta të shuam nëse e qëtë kryetari i partisë letrën që në ka shuaj. Shka kemi diskutu nuk e di se kom po halo agendën, mirë po besoj që do tjetë. Kjo nuk është çështje personale, jam është çështje e PDK-s dhe kryesia do ta vendosë. Pas afër 2 orë, mbledhja përfundoi. Kryetari PDK-s Bedri Hamza thirri konferencë për media. Teksa tregoi vlerësim pozitiv për Limaj, ai tha se është mirëpritur kontributi i Limajt. E presëm edhe mirëpresëm kontributin e zotit Limaj të Nismes Social-Demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektoj në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Angazhim politik të Limajt për PDK-n e duan, por jo edhe përfshirjen brenda listës së partisë. Se përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una Nismes Social-Demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrën më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Hamza tha që Limaj nuk e ka vendosur emrin e vet që dëshiron të jetë pjesë e listës së PDK-s. Limaj ditë me parë kishte dërguar letër Hamzës që dëshironte që Nisma Social-Demokrate të ishte në listën e PDK-s pa asnjë kërkesë apo kusht. Të dielën me duart rokitje u pretën në tubimin e bashkimit. E rikthimin e Vjosa Osmanit në lidhjen demokratike të Kosovës, kryetari Lumir Abdigjiku e priti në këtë mënyrë. Por duket se jo të gjithë ju gëzuan rikthimit të ish-presidentës në LDK. Kjo pasi të dielën në bashkimin e të djathtës, munguan disa figura kyçe të partisë. Bëhet fjalë për Kujtimshalën, Hikmete Bajramin, Abdullah Hotin e Janina Ymerin. Kjo e fundit për TV1 e ka mohuar se ka përçarje të reja brenda partisë më të vjetër në Kosovë. Nuk ka përçarje në LDK, morën të bimin tjetër hapës me kryetarin Abdigjiku. Nuk ka marrë pjesë, nuk kam pasur si çka. Po na e natë njëtën listë. Por ndryshe nga Ymeri, zhvillimet po i komentojnë analistët politik. Profesori universitar Avdi Ismailaj thotë se situata brenda LDK-s mbetet ende konfuze. Mendoj që të dy palët, edhe këta si figura brenda LDK-s, dëmtohen tek votat që mund vinë nga ata që mund të kenë një lloj shpresë tek rikthimi i zonës Osmanit, po edhe votat që mund të sillen nga këto figura, domethënë brenda LDK-s, mund mungojnë pastaj në votat e përgjithshme të LDK-s. Pra është një humbje dyanshme do thoja, po megjithatë kjo reflekton një gjendje kogja konfuze që është kriju aktualisht brenda LDK-s për shkak këtij kaporcimit të madh që është bën nga një grupim politik pastaj një tjetër. Ai shton se rregullimi i raporteve varet nga rezultati zgjedhor i 7 qershorit. E vetmja gjë mendoj që ndoshta mund të ulte këto rivalitete brenda LDK-s është një fitore e madhe e LDK-s, ku nga i pushtet që mund të sjellë ajo fitore e madhe, mund përfitonin që gjithë pastaj, dhe ne dimë që kur është mbytje pushteti, politikanë tanë ne harrojnë edhe vetveten, pastaj harrojnë edhe qytetarët e kështu me radhë, dhe kjo besoj mund të ishte një prej mënyrave që si mund të ulën këto rivalitete. Ish-presidentja Vjosa Osmani në zgjedhjet e vitit 2021 ishte në listë përbashkët me lëvizjen vetëvendosje. Ndërsa raportet me Kurtin u prishën, kur ky i fundit nuk e rikandidoi Osmanin për një mandat të dytë si presidente të vendit.
Partitë politike kanë hyrë në orët e fundit të përpilimit të listave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tregon se afati 11 ditor përfundon të martën në mesnatë. Më 12 maj në orën 24 përmbyllet afati 11 ditor për subjektet politike për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet, për të cilët do thotë kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputet duhet të bëhet përmes platformës elektronike të KQZ-s dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar. Elezi tregon se numri i përgjithshëm i subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27. Për partitë pjesëmarrëse të zgjedhjeve, ai thekson se gjatë javës do të bëhet tërheqja e shortit për renditjen e tyre në flet votim. Pas përfundimit të periudhës për njoftimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe formimin e koalicioneve nga partitë politike, si dhe aplikimin për certifikim nga subjektet e reja politike, tani jemi në fazën e shqyrtimit të aplikimit të subjekteve të reja politike dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Pas përmbylljes së këtyre çështjeve, KQZ gjatë kësaj jave do të organizojë tërheqjen e shortit për renditje e subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të 28 dhjetorit, KQZ certifikoi 1180 kandidat për deputet që përfaqësonin 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Që kërcnojnë të dërgojnë vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, sepse nuk ngopen kurrë. Një pjesë të rëndësishme të fjalimit të saj të ribashkimit me LDK-n, ish-presidentja Vjosa Osmani akuzoi prishjes së raporteve me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Osmani akuzoi Kurtin se i pengoi prezenca e saj në ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare. Rruga e atyre që e dërguan vendin në zgjedhje të panevojshme e ja refuzuan popullit 51% vetëm për të eliminuar një presidente që ulet me presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalimi i Osmanit nga ekspert e komunikimit po vlerësohet se është i përbërë nga një gjuhë e ashpërsuar. E qasje të tillë sipas profesorit Festim Rizana i shohim zakonisht gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë. Gjithmonë organizojmë konferencat të ndryshme para fushatave zgjedhore, njëkohësisht artikuj të caktuar edhe video paralajmëruese se cilat janë format e keqinformimit të cilat qarkullojnë, që audienca të ketë kujdes në mënyrë që të mos bjerë prej e tyre, sepse është shqetësuese se manipulohet opinioni publik dhe në ditën e zgjedhjeve nuk është më vullneti i tij. Ulëmtuesi Rizana i tregon edhe efektet që shkaktohen te opinioni publik nga ky lloj komunikimit. Qëllimi i këtyre është manipulimi i audiencës edhe ndryshimi i perceptimit për votën. Domethënë se kujt do t'jap votën dhe ky ndryshim i perceptimit ose ky manipulim mund të ndikojë që opinioni publik në ditën e zgjedhjeve ta ndrojë vlerësimin domethënë gjatë votimit. Gjatë ditëve në vijim, politologu Albinot Maloku thotë se diskursi mund të ashpërsohet edhe më shumë. Konsideroj që Republikës Kosovës gjithsesi do t'i duhej një gjuhë më kulturuar, më maturuar, në sens fundit që qytetarët të mos e pranojnë si të mirëqen një komunikim i cili është agresiv. Por në fushatën parazgjedhore gjithsesi që do të përdoren edhe një gjuhë e cila do të jetë shpjeguese, por paralel kësaj do duket edhe më agresive. Partitë politike janë akuzuar për gjuhën e përdorur edhe në zgjedhjet e kaluara. Prej dhjetorit të vitit 2024, kur mori detyrën si përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas është angazhuar edhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë çështje, ajo e konfirmoi sot se arriti që t'i bind kryeministrin kosovar Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić që të ulen përballë njëri tjetrit në Bruksel.
Megjithatë, ciklete shpeshta zgjedhore në Kosovë, Kallas deklaroi se e pamundësuan realizimin e takimit. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun Beograd-Prishtinë në nivel të lartë politik. Kisha marrë pajtimin nga të dy liderët, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, por tani në Kosovë po afrohen sërish zgjedhjet, gjë që natyrisht e shtyen këtë proces. Megjithatë, unë po punoj veç mes me të dyja palët, në mënyrë që të mund të vazhdojmë zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi. Këtë deklarim, Kallas e bëri pak para takimit të ministrave të jashtëm të BE-s me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe kryediplomati kosovar Klau Konjufca, i cili theksoi rolin pozitiv të Kosovës në dialog. Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njohje të ndërsjell. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin, ky është hapi i parë. Pres me shumë optimizëm rezultate konkrete. Çështja e zgjerimit të BE-s ishte një prej temave kryesore në takimin e ministrave të jashtëm. Për Bashkimin Evropian, Konjufca pati një kërkesë. Ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se procesi bazuar në merita është që Kosova ta ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në BE. Në takimin e ministrave të jashtëm është diskutuar edhe për ngrirjen e fondeve nga plani i rritjes për Serbinë për shkak të miratimit të disa ligjeve për drejtësinë, të cilat u kundërshtuan nga BE-ja. Teme diskutimit ishin edhe zhvillimet në Bosnjë dhe Hercegovinë pas dorëheqjes së Christian Schmidt nga pozita e përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Domat e specializuara të Kosovës që helin seancën. Ndonë se në Kosovë ishte festë zyrtare, gjykata speciale edhe këtë të hënë mbajti seancë. E në bankën e të akuzuarve u kthyen sërish Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqi. Të gjithë këta, prokuroria speciale po i akuzon për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. E të hënën si dëshmitare nga mbrojtja e Thaçit u ftua ekspertja e lingvistikës forenzike Helen Fraser. Kjo e fundit foli për transkriptën e audioincizimit ku edhe konfirmoi që ajo ka shkruar e raportin e 27 marsit 2026. Pasi që gjuhën shqipe nuk e kupton, Fraser tha se për transkriptimin e bisedave ndërmjet Thaçit dhe të tjerëve, ajo përdori inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësoj aspektin njerëzor në transkriptimin e audiove të padëshifrueshme. E përdora sepse doja të dija sa informacioni është i dëshifrueshëm nga lart poshtë. Nga avokatja e Thaçit, ajo u pyet nëse ndihmonte prania e një transkriptuesi të gjuhës shqipe. Të paktën 2 do kisha dashur t'i kisha, të paktën 2 persona që flasin gjuhën jo të thjesht, të trajnuar për përkthime, po për transkriptime këtë dua ta bëj të qartë. Shumë persona janë të trajnuar për transkriptime dhe përkthime në kuptimin burokratike, pra janë shumë të aftë për të bërë transkriptime burokratike, por kjo është fushë tjetër, kërkohen aftësi tjera për të deshifruar audio të padëshifrueshme. Më pas mbrojtja e Thaçit paraqiti një email që kishte shkëmbyer mbrojtja e ish-presidentit me një përkthyes në shqip, të cilit i ishte kërkuar të transkriptonte 2 audio të përforcuara të vizitës së Hajredin Kuqit në qendrën e paraburgimit dhe të cilin e krahasoi me transkriptimin e ZPS-s. Nuk e di nëse Reqica do ishte pjesë e kategorive të personave që përmenda më herët, të personave që kanë demonstruar aftësinë e deshifrimit të audiove të padëgjueshme. Kjo është në përputhje me atë që thash më herët që përgatitja e një transkripti të këtij materiali mbështetet shumë në informacionin nga lart poshtë, që besoj që Reqica nuk e ka pasur. Ky është skenari i njohur. Në seancën fillestare me 27 shkurt 2026, Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajredin Kuqi u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që ju vihen në bar. Sot në mëngjes, domethënë kërkesën, kështu që do ta lexoj dhe do t'i përgjigjem sot brenda ditës. Për gati një javë, SBA-ja priti një përgjigje nga Irani ndaj propozimit amerikan për t'i dhënë fund luftës.
Megjithatë, kundër propozimi iranian i cili erdhi të dielën nuk i pëlqeu presidentit Donald Trump. Ky i fundit me anë të një postimi në Truth Social tha se përgjigjja e Iranit është plotësisht e papranueshme. Sa po lexova përgjigjen nga të ashtuquajturit përfaqësues të Iranit, nuk më pëlqen, plotësisht e papranueshme. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Baghaei propozimin e fundit të Iranit për t'i dhënë fund luftës me SBA-n e quajti të arsyeshëm dhe bujar. Çdo gjë që propozuam në tekstin ton përbëj nga kërkesa të arsyeshme, kërkesa të përgjithshme dhe propozime bujare jo vetëm për interesat kombëtare të Iranit, por për të mirën, stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë rajonit dhe botës. Media shtetërore iraniane raportoi se kundër propozimi i Teheranit përfshinte njohjen e sovranitetit mbi ngushticën e Hormuzit të bllokuar dhe një kërkesë për kompenzim për dëmet e luftës. Në propozim përfshihet edhe kërkesa për lirimin e aseteve të ngrira iraniane si dhe heqjen e sanksioneve. Irani po kërkon gjithashtu t'i jap fund luftimeve në të gjitha frontet përfshirë Libanin, raportoi Reuters. Megjithatë, raportet e medjes shtetërore iraniane mbi kundër propozimin deri më tani nuk e kanë përmendur programin bërthamor të vendit. Ndërkohë, pasi Trump hodhi poshtë kushtet e fundit të Iranit, çmimet e naftës u rritën sot ku nafta e papërpunuar Brent shkoi në $104.2 për fuqi.